nga ministri i Amerikave në kohën e Ahmet Zogu që ishte Faik Konic, tani kemi Fatmir Mediu, ministrin e Amerikave të Po mi më leje Mediu. Shko, Kjo ishte batuta e mbrëmjes leje Mediu, po meru me lasivitase. Lutem, këtë video e ka postuar dhe Berisha. I cili nuk është ministri i Amerikave. I madhi të mbejve. Po jo, pyetjen e kam unë. Jam i sigurt pra që ka të fituar. Sa vila Civita, madje nuk do presin 11 maj, Ka ndikim të do e SPAK po presin jo? në aeroport me duar trokitje dhe Sali Berisha do i prezentohet me protokoll. Ardhja ti ka ndikim të drejtësia shqiptare apo thjesht tek Partia Demokratike? S'ka shanse fare. Pra asnjë lloj ndikimi me administratën e re që ndikon te administrata këtu. E para punës do të them një mendim personal, një konsiderat personale. Nuk ka gjë më të turpshme. Po nuk ka gjë më të ulët dhe më të turpshme se sa politika shqiptare në vendin më të varfër të Europës, në vendin më të mjeruar të Europës, paguan para pa fund dhe gjitha partitë, edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, edhe Partia e Lutëzimit, pra të gjitha partitë me radhë, paguan para për të patur këshilltar dhe për të patur strateg ndërkombëtar. Ndërkohë që kjo gjë faktikisht është si të paketosh të keqen në version me Ti vësh një amballazh amerikan keq, po thua, po. Por këta zotrit për shembull, ky zotria do ta kuptoj që ky në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky mund të bëj çfarë doj si lobist sepse është brenda strukturës ligjore të vendit të tij dhe Po këtu s'ka terren për të vepruar. Pagesë po është e turpshme ose. Jo, dakor, po ngrej një pyetje legale. Legalisht mund të punoj këtu? Apo ligjet tona e ndalojnë? Se le ta kapim në thot më mirë Endri me Rezart, po nuk e besoj, por nga pikpamja morale. Ai mund të zësh vërin e Floriana Garo. Ta mercenarët që vizin strateg me pagesë për të na paketuar politikanët që ne e dim se kush janë. Për të na shpallur si të bukur, si të mirë, për të na thënë se kush janë këta në anglisht. Kjo është e tmerrshme shumë. Unë nuk e di se si mund të luhet kështu. Kjo vërteton faktin që në këtë vend të vogël mjafton të kesh para dhe ti e paketon si të duash atë gjën që bie erë. Kjo është gjë e keqe. Valteri. Nuk kënaqa shumë me atë videon. Civitas. Se mund ishte shumë i lumtur, duket që kishte marrë shumë lek. Tani ne po presim kryeministrin, ne ka thënë do kemi surprizë në prill. Ai është në rregull, unë di të them vetëm kaq. Tu do flasim për ju pastaj. Vjen keq për zonjën Garo që do ketë një zhgënjim tjetër. Se mbas mos futjes në garë në listë të sigurt, tani do t'i zëj vendin e punës, si zëdhëndës IPD-s të një muaj e gjysmë fushat, një njeri që ka marrë më shumë se 5 milion euro. Gjithsesi, nga e nxjerr këtë se kemi një muaj që e pyesim doktorin, nuk më po na jep faturën. I ki besim te këto lotime. 5 milion euro është mbi 5 milion euro. Ka paguar Partia Demokratike për lasivitar? Mbi 5 milion euro. Je i sigurt për këtë? Ore po e them publikisht. Dakor, patjetër. Pes nuk va syze të burr. Mirë, mbi thash, mbi 5 milion euro. Dhe ditë të them vetëm diçka, që përpjekjet e dështuara të Partisë Demokratike, të klonëve që sillen vërdall koridoreve dhe i rrahin shpatullave doktorit dhe i thonë Tirana sa po shkoj 19 mandate se fola me Civitasin, Dibra 4-1, Shkodra 7 me kusur. Prit, se do flasim për zgjedhje, po mbetemi te drejtësia. Pa çfarë po të them. Gjirokastra sa po u kthye, 2 mandate merr PS-ja, 2-2. Edhe Vlora Barazi me Durrësi 3 mandate para. Është një tallje me qytetarët shqiptar, sepse miliona euro të korrupsionit, sepse ato nuk janë para zyrtare, janë para të korrupsionit, dhe do dalin se do të them edhe diçka tjetër. Ky Civitas, çka e ka emrin ky lobuesi, do detyrohet ta deklarojë atë gjën. Atje, patjetër. Dhe atje do të kemi të njëjtën gjë si Meta, të njëjtën gjë si shumë e shumë politikanë tjerë në këtë vend. Kështu që mos të gëzohen shumë, mund edhe Elon Musk të marri Partia Demokratike lobus për fushatën, sa të shikoj çunin e Fariut aty te dera do ikë me vrap se thotë këta nuk bëhen. Shkoj publicitet